Hajde, fol, qa ke të fol? Qa kem të fol? Falim për Ania dhe për Jata, sa bukur jonë dhe mirë shko një herë me Manja dhe me bo një gjiro atë ndeti. Edhe është gjithë qka e mundshme. Hajde pianizim podcastit që shto, rjetëshëm. Bash, e mundshme është. Dush veç me shku me marë me vetë. Mendimin e parë me bo, hapin e parë, atëre krejt buhet. Atëre arrijet. Ndoshta duhet në fillim një shofer që mundet me vozit, ose zi që shi thojnë. Në gra. Nuk di, mirë po eksiston edhe mundësia që e bëjmë provimin e vetë, për me mujtë vetë. Po dhe amo për shembull, une se për shembull na fantazojmë, apo kemi dëshira, kemi qëllime. Ama si a ki po si del që jashtë limitit, po, që ka mendja, po, ti me njëherë thu, kjo është e parreqme. Ose s'moj me bo. Edhe që, do më thonë, na vetja e kufizon vetën, po, e kufizon vetën, ashtu ashtë. Që ta falem mirë, edhe ideja e mirë, se jo, po, qirëm tash kur për realizojnë. Përshëndetje të gjithë shikust. Përshëndetje edhe mirë se erdhët në podcastin e radhës. Është shumë interesant. Po. Sa orë që filloj me bu podcaste, këtu për rreth neve buhen do zhurma, vinë njerëz, vinë tash. Po le zhurma, po dhe e kemi nështë në një tem, e kur po takohemi, dhe në një tem tjetër. Po, sa mirë është, edhe na dyja jemi të hapuna shumë edhe u mendoj se në përgjithësi krejt jetën duhet me konë që shtu të hapun. Po. Se që kjo është që njerëzit mas shumë të se bojnë plane për diçka, amo jeta ka plane tjera me neve. Po, qështu është. Edhe që kjo më pëlqen me podcastin për shembull, na po vendosim për një temë, amo gjatë derisa po takohemi, derisa po fillojmë, derisa po i bojmë këto montazhat. Dalin 100 tema tjera. Dalin tema tjera, amo që në fakt që kjo është esenca e jetës, edhe na qështu do të me rrjedhë, jo veç me podcastin që tash, por përgjithësi jetën tonë që vetëdijshëm. Qoftë se mund të me vetëdijshëm, se përditshmëria, punët, familja, fëmija, krejt grumbullohen, tërmohen që thojnë, edhe shpeshere e haron vetën, ose je atë në sistemin e vjetër, edhe haron pak me shku një hap mrapa se onash, mu vetisu edhe me këtë që ka mundesh me bo. Se jetë edhe shumë dinamike dhe shpeshere pëvrej edhe une vetë, ka raste që une vetë e di krejt. Mirë po në praks, shpeshere e shoh vetën që hej, që tash për momentin nuk jam e vetëdijshëm. Me dal një shkollë jashtë qasej, ose me dal me hec. Unë tash ty po du me të pyet, çka do me thonë për ty me jetu vetëdijshëm? Ose edhe tjetra, sa është e rëndësishme me jetu vetëdijshëm? Rëndësishme ma shumë, pikse pari gjanat ose situatat që i ki, mundesh krejtësisht ndryshe mi menaxhu kur je i vetëdijshëm. Edhe kur po je në përditshmëri, me termine, me kohën, se ki me i kohën e caktuar, në qofta jo për punë, qofta jo edhe për fëmijë, ose me ja bo dreken, hazër. Na plot situata i shohim, ose e gjejmë vetën faktikisht, ku jemi vetëm në automotus, vetëm sikur kere që tash veturat që munden vetë me gra, jemi edhe na me programet e vjetra ty funksionu. Po fundë se fundit, nëse jemi vetëdijshëm, mundën plot situata ndryshe mi pa dhe ndryshe me reagu, edhe rezultati vjen atëherë krejt ndryshe. Po, po ta bëj edhe pyetjen tjetër. Unë po bona sot. Shto. Veç pyetje. Për një binjak me bo veç pyetje s'është e mundshme, unë duhet me fol. Fol.
çka është vetdia, se ka njerëz që mendojnë që janë të jetu vetëdijshëm, po prap nuk janë vetëdijshëm. Sepse për mu, nëse s'po përgjigjen ata se Jo, fal. Aha. Se edhe pyeta edhe u përgjigja, po sinqerisht që kjo është energjia jame që s'rrin rahat. Ka njerëz që thojnë jam i vetëdijshëm, ama reagon që shtetin pore, automatizem, gjithçka. Për mu kur jeti në automatizem që jeton me ato mostrat, atër ti nuk je i vetëdijshëm. Për ty çka është vetëdijsimi? Çka është vetëdia? Si më thonë, ç'është mundesh me nda vetëdijen prej automut. Po. Ato muj me da, kur dal prej qasaj situate. Qoftë ajo që përshehej për merë një kaje tjetër, ose për merë një kaje që shukon për para, ai automatizmi për para që ti faktikisht nuk po don me vazhdu, do me ndryshu diçka, po përsheh që është pak ma vështirë që ai ndryshimi, del për qasaj situatës. Mu për veti, mu më një shumë me hecë. Pa marrë parasysh a në mal, a në qytet, a ku do qoftë, unë hecën e kam diçka që mu më jep fuqi faktikisht. Dhe atë energjin është për momentin nervosen, për momentin mundet me konë edhe nëj emocion tjetër, mund me konë e vranë emocionalisht. Muj me përpunu kur heci, sepse e pranoj atë emocionin, edhe muj me këqyr pak ma fill nga vjen ai emocion, ose çka don që kjo emocion për qëtë moment me më tregu. Do më thonë vetëdije është ajo që e përcjell emocionin tënde, po? Sepse për ndryshe nuk mundesh me ndo emocionin nga ajo automatizmi, automodus, që po thotë. Ama për me nda ato, duna me dal jashtë asaj situatës. Duna me konë me një situatë ku jam vëzhgus. Po. Që vëzhgon veten. Atëherë shoh edhe prej një perspektive ndryshëm. Edhe muj me thonë, hej, që kjo që ka ndodhë, nuk është okej. Kom gabu nështë edhe unë në qëtë aspekt, ki gabu edhe ti. Kemi gabu të dytë, ose të tretë, ose si do qoftë qysh është ajo situatë. Dhe çka muj me ndryshu, për mos me arrit opet qëtë situatë. Edhe aty fillon bisedimi, fillon ndryshimi e diçkafi që nuk don më me pas në jetë. Edhe nëse ndryshon, nuk është të thonin që ki ndryshu diçka dhe krejt shkon kështu përpjetje, po shpeshere ndodhin situatat ngjajshëm ose pak më ndryshe, edhe është ka njerë si një test, ndonjëherë e jep ti, si ndonjëherë opet duhesh me përsërit, se nuk e jep testin. Mirë po, e shep ku e ki potencialin më rritë më shumë, më ndryshu, më transformu faktikisht. Edhe nuk është të thonën shumica që punoj me veten, nuk është të thonën që ti krejt rafshi ki, krejt punë të mirë ki, unë e kom punu, e kom pastru që ta që kjo arrim pa, që jo, vjen naj situatë tjetër, vjen naj emocion tjetër, nështë edhe naj bindje tjetër që nuk e ki pa qaq kjartë si tash, për para e ki dit, po ki thonë, kam do tjera, do bagazha tjera që duna me liru, e tash nështë i ka ardhë koha qësaj bindje, qëti emocionit, me këqyr pak ma fill, ose edhe me leju vetës faktikisht, se shpeshere punojmë, i bojmë krej punt, po sikur mos me leju vetës me kone knaqën, ose me kone lumëtër, edhe me tregu që i e lumëtër. Po. Kjo me tregu është pak problem, se është interesant qysh funksionon gjithë shka, po unë ndoshtë qa kësha dosht edhe vetë me shtu është që me jetu vetëdijshëm edhe me jetu pa vetëdijshëm. Për mua është gjithmonë kjo. Kur jeton i pa vetëdijshëm, është sigur kur e shiqon një film, po ti bo është ashtit
artisti I filmit, përfshihesh në film vetë. Edhe krejt e ndjenë masanaj qka, do më thonë t'jenë film, po përziheshen me rolet ndryshme me... kurse kur bosh I vetëdijshëm, se ti kur përfshihesh vetë, nuk mundesh me po shembull filmin jashtë ekranit. Po, jo s'mundesh, po se në ngjarje. Në ngjarje, po. Edhe përjeton këtë ndryshe. Po kur jeton vetëdijshëm e shef filmin, do të thonë nga jashtë, edhe ti nuk përfshihesh, po je tu e kqyr veç. E për mua që kjo është ajo që vetdije dhe pa vetdije, edhe tash sa është e rëndësishme pra me jetu vetëdijshëm, se kur jeton vetëdijshëm, kur shembull nuk po të pëlqen filmi, që ndonjëherë bëhet I dhimbshëm, ndonjëherë është me intrigat ndryshme, që nuk të pëlqejnë, ti mundesh me mbyll programin edhe mos më shiqu mo që mos më ndi keq. Po veç jetën nuk mundesh me mbyll, mos më shiku keq. Jo. Fakt, kishe mujtë edhe ata, po... Po tash këtu është ajo pjesa që ti, kur e kupton, nuk përfshihesh më as me emocionin, as me dhimbjen e madhe, as me gëzimin e madh, po gjithçka din me ndo, me definu. Do më thonë, okay, që kjo është një dhimbje që tash po e din që je në qatë proces, edhe e menaxhon ndryshe. Po kur je në film, nuk e din që je në proces, edhe nuk mundesh me menaxhu hiç. E që kjo është vetdije ose pa vetdije. Po. Veç ka njëherë, tham, edhe kur je pa vetëdijshëm në qatë situatë, ka disa situata që e thu që ata që ndjenë, që për shembull e kufizon diçka që I thu dikujna tjetër, hej, ç'to është kufini jem, ose kur je vetëdijshëm. Po edhe kur je pa vetëdijshëm se ti diçka nuk don, po. Ti ndoshta je për marrim emocionin nervozen, ti je që tash nervoz. Po ti qatë nervoz që e ki për momentin, ti nuk mundesh me thonë, unë po shtype për fundi, nuk po du me të njej, po ajo nervoza ka ardhë. Mirë po, kur të vjen qaj ardhë për shemë nervoza, ti mundesh me bo diçka mirë me qatë nervoza. Kur vjen nervoza, ti ki shumë fuqi, edhe mundesh me aktivu për diçka të mirë. Qoftë se naj projekt... Po kjo është pjesa e vetëdijshme pastaj. Po pastaj se e merë... Se ti kur je I pa vetëdijshëm, ti bosh nervoz, ama bosh nervoz në vend që s'duhet, edhe e humb gjithat fuqi, gjithat forcë që e ki. Po kapin ka njerë disa situatat vetëdijshëm, kur je I pa vetëdijshëm, vetëdisohesh, që thu, hej, shtop, për mu që kjo, unë nuk du që to, se hej, qëto shkufini jem, nuk du me kalu. Ose, kur s'mundesh, ose je vetum, krejt qotat ka nërë, kur je vetum... Ko ka nervoz. Që edhe kjo. Ko ka nervoz. Mundesh qatë nervoz me integru për diçka tjetër, në qoftë se e ki po drumin pa bu, edhe ma ti ki dash po, e ki shty pak onash, e ki atë vëqin që tash krejt bi hek, bi bu, ose punë të ndryshme. Dhe atëherë mundesh me investu qatë nervoz, mos me bo ndëm, po me bo diçka të mirë. Edhe atëherë ti, në qatë moment, e ki programu qatë nervoz ndrysh, ose e ki ma qatë energjin, edhe e ki bo diçka të mirë me qatë energjin. Amo tash kur, që kjo është dhe me thonë ajo pjesa që ti kur je I vetëdijshëm, kur vetëdisohesh, atëherë ti gjithçka din me kthy për të mirën tonë, dhe jo kundër teje. Se tash kjo pjesa e vetëdijshme, se na në jetë kemi me u përboll me gjithçka, me të mira me të këqija, se janë dy pole, do më thonë, ekziston e mira, ekziston e keqja. Po pjesa e vetëdijsimit është kur ti gjithçka e kthen jo kundër teje, për të mirën. Për ty. E ti din me menaxhu, do më thonë, ç'ta bosh mjeshtër. E din për shembull problemin, qysh me menaxhu edhe këtu problemin, ku me u fokusu edhe në rast problemit, se për shembull njerëz nuk e quaj njerëz, ndoshta është me të vërtet nuk kam qef me ndo, më thonë njerëz të vetëdijshëm e të pa vetëdijshëm, po gjithmonë pjesa e vetëdijshme edhe e pa vetëdijshme. Tash se dikush që ka probleme, po nuk është I vetëdijshëm që ndoshta edhe I ka kriju vetë, se na gjithçka krijojmë vetë. Atëherë dikush që është I vetëdijshëm bazohet te zgjidhja. Edhe reflekton plus, thot pse më ka ardhur që ky problem, çka po do të thonë. Kurse kur je I pa vetëdijshëm, atëherë ti ke me majt krejt kohën fokusin te problemi. Edhe tu e kriju problemin prap. E për që ta është e rëndësishme me jetu vetëdijshëm. Për që ta është shumë e rëndësishme, po unën tjetër, kur se ki mësu që mundesh me ndryshu diçka, ose me dal jashtë kornizës,
për me folë për qëllimet ose ku është ajo jo problemi, po ku e ke qëllimin tënë. Atëherë ma me vështirësi e ki qatë situatë. Mirë po, unën tjetër dush mi ashtru vetës pyetjen për herë njëjtën situatë, për herë njëjtën problema, e duene që ta? Qka po duene me jetën teme? Ku është qëllimi jem? Ku jën arritjet e mija? Ku e kam navigacionin? Si kur përmarim që tash edhe që tu anije që jom këtu. Ku pja qaju në navigacionin? Ku po du me shkua? Po du non-stop me kona aty në atë shtrutlet që thojmë që silet edhe shkon qënë të poshte, ose du me dal jashtë qasej. Edhe qka jon për momentin zgjidhjet e duhur, cilat zgjidhjet I kom, se shpeshere kemi ma shumë, kemi A, B ose C, ose dhe ma shumë zgjidhje që mundëm I marë për me dal jashtë qasej formati. Nda njëherë e din qëllimin ku e ki, po s'mundesh direkt me arrit aty, se duhesh, jo nështë edhe thmija I kanë projektet e vita, partneri, partnerja, familja, jo në situatat e ndryshme, nda njëherë edhe puna që nështë nuk të përmbush me që ata që po ki qef, duhesh me lon punën, po nuk mundesh me njëherë me lon, cilat opcionet I ki që mundesh me shku hap pas hapi deri te qëllimi jëtë, ose deri te qëllimi që e keni zgjedhë përbashkë. Se shpeshherë I kemi zgjedhjet tona personale, po I kemi edhe zgjedhjet të përbashka, në qoftë ajo në partneritet, qoftë ajo edhe si familje, në qoftë ajo edhe në punë, se edhe në punë shpeshherë kur ndodhin disa probleme dhe nuk thojnë katë Swiss cheese model. Se deri sa arrin të një problem, ka pas shumë bira po thomi dvogla që kanë mujtë me hi mrenda deri me shkarku qatë problemin e madhë. Edhe cilat jonë mundësia që mundesh mi bo për mos me arrit deri aty. Vasis shif kelafën që thojmë, qa ka ndodhë gabim dhe cilat masat ndërmer për mos me arrit deri në ato. Ajo nuk është vetëm në personalitet, po e ki edhe në përditshmëri, edhe në punë, qoftë ajo në për spitale, në për edhe si frizer, kur janë gjynë flok dikujna, 90% nështë ta mundë shumë mirë me janë gjy, nështë ta disa 10% që nuk jam e në gjyrea e flokve, aty duesh pak ma ndryshe me punu. Edhe jo në platë sene që njëri për vetë vetën duhet me këqy qka është ma e mira e mundshme, qka unë e muj me bo. Në qoftë se ai vendim që e marë unë për familjen teme, nuk është njëjti vendim si ku ti që e kishe marë, se situata jote është nështë ta ma ndryshe, edhe është absolut okej. Sepse nështë të thmit e të jo matë vjetër, ma në mosh, ose ma të ri, ti për momentin mundesh me marë zgjidhje, po nuk mundesh me njëherë me arrit për shkallës parë deri 100 me një hap, po të vinë hapat e vogla. Jo, normal është ajo. E po që kjo është e mira që ti edhe pse jeton vetëdijshëm, se ka dhe njerëz për shembull që mendojnë që unë jetoj vetëdijshëm edhe tash jeta ime ka me qenë perfekt. Edhe ka me funksionu gjithçka qysh. Këtu do më thonë ti po mendon që je vetëdijshëm, po prap po bosh I pa vetëdijshëm se po krijon pritshmëri. Edhe masanej prap dëshpruhesh. E kështu që unë e them ti, ose jeton në mënyrë pa vetëdijshme ose në mënyrë vetëdijshme, jeta ka na jetën nuk mundem me kontrollu. Edhe ajo vjen, do më thonë vjen, qysh është natyra moti që her ka shi, her ka breshër, her ka diell, her kështu, po ti e kupton, bosh I vetëdijshëm e kupton që hej, se unë paka shumë I analizoj edhe prap njerëzit e kështu që mendojnë që tash unë po jam spiritual, edhe unë po punoj me vetëdije, po vetëdisona, po meditoj, po I bëj gjitha këto teknikat. Edhe tash ti mendojnë që jeta aty ne ka me qenë perfekt. As kanë me qenë smooth kur, as nuk kam me ballafaqu me karrierën, domethënë kur me naj sfid, mendojnë që unë tash ka I bëj gjitha dhe ka me shku gjithçka perfekt. Po kur je vërtet I vetëdisum, atëherë ti e prek jetën, nuk mundesh me kontrollu jetën, rrjedh me jetën edhe e din që edhe pse je ka I bën gjitha qëto, edhe pse je ka shëruash, edhe pse je ka punon me veten, ky proces nuk ndalon kurrë.
sepse jeta ka marrë gjithmonë me diçka të re që se ke përjetu kur. Po dhe fund se fundit, sa ma shumë i përpunon emocionet e tuja, kur hin ma fill, janë edhe emocionet që e ki trashëgu. Unë e pata një klient në hipnozë dhe mas një jave kom shkru me to se si është edhe tha jam përballë me shumë emocione këtë javë. Edhe thash, okej, tash e kemi të razu ujin aty edhe kanë fillu me dalë ato emocione që i ke ndryll me vite. Se mos po të ndërhyj, mos të ndërpreva. E pa vedishme. Jo, mundesh me thonë për emocione se i ka... Po, e që kjo është që na jemi krijes emocionale, edhe sa do që punojmë me veten, edhe sa do që shërohemi, edhe sa do që jemi spiritual, gjithmonë kemi me u përballë me emocione. Me emocione të reja, kemi me pas përjetime, kemi me pas lëndime prap, edhe kjo s'ndalon kur. Ama mënyra se si reagojmë me ato, po që ajo është pjesa e vetëdijshme pastaj. Edhe mënyra se si reagojmë me to, edhe mënyra që nuk duhet na me prit që tash të s'kemi me pas kur sfida në jetën tonë. Në jetën kemi me pas gjithmonë sfida. Qëre, ka nere thom, se cili prej neve i ka përjetimet e veta, sfidat e veta, blokadet e veta, vedishëm a pa vedishëm, mirë po ndonjëherë kur nuk e sheh, nështë atë dritën mas tunelit, ose je aq në emocion, pa marrë parasysh cila emocion që të moment është, del pak për qasaj konise. Qoftë se të një me fol me dikon, del, tako me shoqen, shokun e fol. Qoftë se ki dikon që t'i shtron pyetjet e duhur, që mundesh me reflektu. Se shpeshere, në ani që jemi në qatë rukëtim, që punojmë me vetë vetën e krejt, ndonjëherë na mungon dikush që na shtron pyetjet e duhura, ose që na pasqyron diçka, që na thot, hej, e ti, çka është qëllimi yt? Që na alesh edhe thu, hej, pyetje me ven, unë që situatë nështë a jam, po çka po du une? Jo vetëm për që situatë me fol, po qatë kom dërmar une për me ndryshu që situatë, që her pas heri për her vjen, edhe qka s'kom provu, ose qoftë se e ki provu të gjitha, thumi, qka është hapjut tjetër që mundesh me bo, për qëllimin tonë. Se fund se fundit, edhe për qëllimin, qoftë se i ki disa qëllime përbashkëta, na duen ma shumë veta, qoftë se je diçka në partneritet, duen kërë 2 veta. Qëllimi s'mundesh me arrit vetë, do më thonë, na duhen edhe njerëz duhun. Po, kur jetojmë vetëdijshëm edhe kur nuk futemi në role në mënyrë pa vetëdijshme, na gjithmonë gjithçka krijojmë vetë. Edhe ato qëllimet që dojmë me arrit, nëse janë të vërteta, nëse je i vërtet, nëse je i pastër, nëse i tërheq njerëz të duhur, edhe ajo tani bëhet më arritshme. Amo se tash apshef tema prej temës, gjithmonë del, amo na thjesht po rrjedhim. Çka mendon? Navigacioni. Pauzë po hap. Të lutem. Merr from fill. Mina si po ndo frymorët filla dhe na. Mirë shkon. Okej. Edhe që kjo tash e preke që temën që njerëzit, të më thonë, nuk është bashkë letë me punu edhe me njerëz. S'janë veç bindje këtu të mija. Ja, po janë edhe tjerve, edhe fund se fundit rolet. Sepse edhe vete ke përjetu, edhe unë e kom përjetu që fillon me dikon me bashkëpunu, edhe mendon që del diçka edhe aty shkputemi, shka mendon ti për qëta? Vynë për her 2 persona për bashkëpunim. Ose ma shumë, në qoftë se është në grup ma e madhe, në qoftë se jonë 2 veta, vynë të 2 palet. Të 2 palet për me funksionu bashkëpunimi. Qoftë se ti, për shemë, ti sot s'kishe mujtë. S'kishe mujtë me bo që të podcastim për bashkë. Po duhet me gjetë naj datë ose naj kohë që për shtatet të 2-ve.
Për me mujtë me arrit, po që kjo për e... Që kjo reagim kej pavetdijshëm. Aja ti po që edhe lëvizjet i bojnë më pavetdijshme ta njëherë. Haj zoti malta, nuk është letë me qeni vetdijshëm. Ja, nuk është për herë letë, jo sashtë. Po, Amo, çka mendon ti për shembull se shumë njerëz na vinë jetë, tani na largohen, tani na vinë njerëz tri, tani na largohen. A është kjo çështje mosvedijes së menaxhimit të raportit me njerëz, apo është thjesht edhe ky proces i jetës që vinë njerëz një jetë, na largohen, tani na vinë njerëz tri, na largohen. Çka mendon? të dyjat. Njënën onë ti kur hyp në trend dhe shkon për një navigacion tjetës, thumi, vinë disa njerëz që të ndihmojnë për qatë periudhë edhe çojnë përpara. Amo ki njerëz që ta pasqyrojnë diçka edhe ti në atë moment e merr zgjidhjen tonë të duhur. Atëherë disa njerëz munden me pranu qatë zgjidhjen tonë, disa nuk munden, disa munden mu brengos, nështë për qatë zgjidhje, po ekziston për herë mënyra me fol, në qoftë se dojnë me fol, ose me sqaru qatë situatë, qatë problem, qatë emocion, mbarët çka është. Edhe jo vetëm që jemi në qëtë drejtim, po shpesh herë ajo nuk ka të bëj as me shqiptar, as me zvicran, po me njerëzimin përgjithësi. Po. Jon shpesh herë disa situata që jon të pavetdijshëm, që i kanë ndoshta bindjet e veta, situata të ndryshme që i rikujtojnë me disa përjetime të ndryshme, që nuk dojnë mi pa, ose nuk munden, faktikisht se ndonjëherë don me pa dhe nuk mundesh. Aty është edhe ndaj punë tjetër, mirë po nëse se dikush nuk don, ti s'mundesh me shti me zart. Jo. Ti je këtu, po nëse se personi në fjalë nuk don, ose nuk mundet me menaxhu përgjigjen tone, ama ti e kjo që për shembull diçka nuk don, unë s'moj me të shti diçka me zart ty kur nuk don ti. E unë një qënërë munda më bo nervoz, është vendim jëtë, edhe fund se fundit pse bona unë nervoz kur ti ki vendos diçka. Kur ti për diçka thuhe jo për mu, nuk është e vërteta ime. Do kjo është, i bjen pak që ti po e don njërin për moskat e ti, jo për të vërtetën e ti, sepse shumë shpesh për shembull. Ja, unë të nej. Se nuk jon vetëm nështë edhe për përfitime, se fund se fundit edhe një bashkëpunim është një përfitim i saj situatë, se ti nuk shkon që të rrugtim vetëm, po e ki dikon që jeni të dyjat ose të tretë. Interesat përbashkëta, amo janë me qëllime nështë të ndryshme. Me synime pozitive. Amo pse po të pyes qëto, se për shembull shumë njerëz kur largohen për njëri tjetrit që i dalin nga jeta dikuj, shumë njerëz nuk e pranojnë qëto dhe i dhërohen me zveti edhe masanej nuk flasin mirë për njëri tjetrin, se dulem këtë një temë ndryshe, hej, pa mësueshme. Qa mendoni ju? Zdi, kom pas me plot njerëz punë, qoftë ajo nëpër spitale, me mjek, me njerëz medicinës e të tjertë. Nuk është e thonë vetëm që punon në disa drejtime që je shumë e vetëdijshëm, ajo nuk do me thonë, mirë po varet edhe prej njerit. Se me gjithë gati shumicën që kom pas ose bashkëpunim, ose i nja, edhe sot e kësaj ditë, edhe nëse jo nda rrugë tona, moj mi fol, moj me përshëndet, se fund se fundit mu nuk më vret kur gjo. Mirë po, qoftë se dikush ka problem me qata, atëre ekziston mënyra me këqyr pak ma fill. Se nëse din ti vetën pasër, që as e ki ofendu, as ki bo kur gjo për me ndi personi tjetër vetën e keqe, as naj lindim, atëre e din që kur gjo nuk i gabu, se ti vetëm ki marrë masa për vetë vetën edhe ki thonë, hej, për mu, nështë që kjo nuk është rruga jeme. Të dëshiroj shumë fat, të uroj gjithë miren, po nuk është për mu. Që kjo rrugë për mu nuk është. Nështë është naj rrugë tjetër e duhur për mu edhe është okej. Se na njerës jemi,
ti rrugën tonë që e ki bo, që e ki arrit që shto nuk e ki bo njëjtë sikur unë, ose sikur dikush tjetër. Edhe aty dallohen kanere ajo hapësira. Se shumica që jonë që rrugtim e shojnë vetëm bardh e zi. Anë që jonë në qatë drejtim, ose mundohen me konë të vetëdijshëm.